i kanë kërkuar kontrollet lartë të shtetit të kryejë një auditim të thelluar mbi aktivitetin e korporatës investimeve. Korporata investimeve është ajo agjencia që ka marrë tashmë gjithë pronat, asetet publike, po i shën dhe po jep leje ndërtimi, duke e kthyer shtetin në marsin më të madh lejeve të ndërtimit. Korporata investimeve është komplet jashtë radarit kontrollit, është komplet pa kontroll, pa procedura, pa rregulla të brendshme, me paga shumë të larta, është kthyer si në një ishull. Ashtu siç janë kthyer edhe shumë ishuj të tjerë pa kontroll që qeveria po krijon kohët e fundit. Tani është publik fakti që mbi të gjitha kontratat e koncesioneve 50% e tyre janë hetimse, janë korruptuara. Është publik fakti që kemi një nivel tjetër të kapjes shtetit, ku korrupsioni ka arritur të shkruajë ligje, të vendos vendime Këshillit Bashkiak, ku biznesmenët tashmë vendosin shumë gjëra. Imagjinoni në një institucion si korporata e investimeve që është komplet jashtë kontrolli. Këto që kontrollohen edhe kanë taksën e korrupsionit 50%, po kjo që nuk kontrollohet, e që jep leje ndërtimi, që jep asetet publike, pronat publike. Për këtë arsye është jashtëzakonisht e nevojshme që ky institucion të jetë në lupën e kontrollit. Dhënia e lejeve të ndërtimit me një industri e cila ka pastrimin e parave në gjenezë të saj duhet patjetër që të jetë e kontrolluar. Kërkoj nga institucioni i kontrollit lartë të shtetit që ky auditim ndodh sa më parë dhe që të ketë një transparencë për dhënien e gjithë këtyre publike. Kush po i merr, si po shkojnë dhe procedurat e dhënies tyre.